Ju falenderoj shumë. Ndërkaq një pyetje të fundit, Aliaj, beson se do të këmbgul LDK-ja me emrin e Vjosa Osmanit dhe përfundimisht a beson se ka ende shpresë për një zgjidhje apo do të shkojmë drejt zgjedhjeve apo Kurti do të formojë institucionet vetë, pastaj do të tentoj për një president konsensual së bashku me partitë e tjera, me që do të ketë kohë ende për presidentin? Po mendoj që në bazë të asaj që kemi dëgjuar, edhe në bazë disponimit të dy liderëve, qoftë zotit Kurti dhe zotit Avligjiku, negociatat tash do të rifillojnë dhe mbetet të shihet se si do të shkojë proces negociator. Mbetet të shihet se si do të propozohet ndarja e këtyre pozitave të rëndësishme, deri dje pozitën e kryetarit kuvendit e bënin shumë të rëndësishëm dhe na çanin në zgjedhje në dhjetor për shkak të pozitës të kryetarit. 10 muaj pa të mbllokad qesharake institucionale, vetëm pse dëshirojë që të mos i japej një pozitë një personi caktuar të qenë ka shumë simbolike, nëse qenë ka simbolike atëherë pse shpretëm 10 muaj vitin e kaluar. Do thotë momentin kur ofrohet diçka që kanë kërkuar, pastaj fillohet tendenca për relativizim të situatave. Kështu që për mua shpresoj që të i kalohen këto propaganda për mua qesharake, ku shihet qartë që kemi dy grupime të mëdha, grupimi i parë që dëshiron që të arrijë marrëveshje politike dhe të nxirret vendin nga kjo krizë institucionale që është shumë qesharake tashmë dhe mund të bëhet shumë tragjike shumë shpejt, dhe një grup tjetër që synon që eventualisht edhe me një proces zgjedhor të rrëzojë zotin Kurti dhe lëvizjen vendosje. Kjo është ndarja. Dhe mbetet të shihet tash nëse do të ketë një proces të mirëfillt negociator mes zotit Avligjiku dhe zotit Kurti. Unë dua të shpresoj që do të arrihet e marrëveshje, edhe nëse nuk arrihet e marrëveshje, i kemi dy opcione, nëse nuk ka bashkëqeverisje, atë nëse nuk doni të hynin në qeverisje, doni të qëndroni në opozitë, është shumë e thjeshtë, zoti Kurti mund të ndërtojë qeverinë vetëm, pastaj kur vije koha për presidentin, bashkoheni dhe dilimin e kandidatit konsensual. Kjo do të ishte preferenca ime nëse më pyet. Unë dua të shoh një president konsensual i cili nuk do të jetë partijak, i cili do të shërbej ashtu si që parasheh edhe kushtetuta e vendit. Mirë po, për fat keq, edhe në kaluarën edhe në të ardhmen mund të ndodhë që ajo pozitë jetë pjesë e negociateve politike dhe ndoshta në këtë rast mund të shkohet edhe në atë drejtim. Mirë po, cili do që të jetë drejtimi, unë dua të shpresoj që do të ketë një proces i cili do të na shkalojë edhe një proces zgjedhor. Siç thash, jemi në një komedi dhe shumë shpejt mund të shndrohet në tragjikokomedi e keqe për ne si popull dhe për ne si shtet.